Edhe pse ndodhet pranë parkut kombëtar arkeologjik të Apollonis dhe është kthyer në një nga destinacionet më të vizituara turistike të zonës, fshati Pojan vazhdon të përballet me një nga problemet më jetike, mungesën e ujit të pijshëm dhe të një rrjeti publik furnizimi. Prej vitesh investimet për ndërtimin e një ujësjellsi të ri kanë munguar, ndërsa banorët tonë se janë lënë në harres nga Bashkia Fier dhe ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve. Shumë prej tyre shprehin pa kënaqësinë jashtë kamerës për televizionin Apollon, pasi kanë frikë të dalin publikisht me emër dhe fytyrë, nga frika e ndonjë hakmarrjeje apo pasoje të mundshme nga drejtuesit e pushtetit vendor. Në lidhje me këtë problem, ish-kryetari i fshatit Pojan, i cili prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është kthyer për pushime, pohon për televizionin se familjet e Pojanit furnizohen me ujë nga puset e hapura, me shpenzimet e tyre për të siguruar ujin e nevojshëm pasi mungon rrjeti ujësjellsit. Kemi ujë plot, sa të duash. Edhe të laj kemë kokë unë ujë. Ere kemi ujër. Ku e siguroni ujën? Nga pusjeri ka siguroj. Keni hapur vetë pus? Pore. Me shpenzimet tuaja? Po. Po linjë ujësjellsi, ka Pojani? Nuk e di. Se di atë. Ke qenë kryetar fshati shumë vite. Nuk e di, s'ka rëndësi shumë. Ne kemi bërë intervista shumë vite më parë. Nuk e di. E njëjta situatësh? Nuk e di, se di situatës, se një se unë rrinë në Amerikë. Sipas banorëve, ankesat e tyre të vazhdueshme në institucionet përgjegjëse nuk kanë marrë asnjë përgjigje konkrete dhe zgjidhja e problemit mbetet ende larg. Për nevojat e përditshme familjare dhe higjienike, banorët furnizohen në vetëm 2 çezma publike, të cilat ushqehen nga një pus i hapur shumë vite më parë, me financimin e një biznesmeni të zonës, si një ndihmë për komunitetin. Megjithatë, uji i këtyre çezmave nuk përdoret për konsum, pasi nuk konsiderohet i përshtatshëm për tu pirë. Madje dhe turistët që vizitojnë parkun arkeologjik të Apollonis dalojnë shpesh në këto çezma për t'u furnizuar me ujë për nevojat të momentit, çka tregon dhe më qartë mungesën e infrastrukturës së domosdoshme në një zonë me rëndësi të veçantë turistike. Banorët kërkojnë që Bashkia Fier dhe ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve të ndërhyjë sa më parë për ndërtimin e një rrjeti të ri ujësjellsi, duke i dhënë fund një problemi që prej vitesh rëndon jetën e komunitetit dhe dëmton imazhin e një prej zonave me potencialin më të madh turistik dhe historik në qytetin e Fierit.